Unë nuk jam e kënaqur me atë që shoh në Serbi. Kryeministri i ri dhe kryetaria e parlamentit më kishin premtuar se reforma duhet të zbatohen shpejt, por të njëjtët gjë ju ka premtuar edhe presidenti i Serbisë, presidentës së Komisionit Evropian dhe presidentit të Këshillit Evropian në fund të marsit dhe nuk ndodhi asgjë. Do ta shohim se si do të veprohet në tutje, kështu ka deklaruar Komisioneri Evropiane Marta Koc gjatë debatit të dieshëm për planin e arritjes për Ballkanin Perëndimor, i cili u mbajt në Parlamentin Evropian. Dialogu publik për këtë instrument financiar të BE-s me vlerë prej 6 miliardë eurosh është zhvilluar mes komisioneres Koz dhe antarëve të Komitetit për Punë të Jashtme dhe Komitetit për Buxhet të Parlamentit Evropian në Bruksel, raporton portali European Western Balkans. Kur ishte në Beograd, i thash zotit Vučić se megjithse gjithë qeveria dhe ai veç shpjegojnë se po angazhohen për reforma, nuk kanë përmbushur asgjë që nga dhjetori, ka thënë Kos. Duke i referuar pyetjes së deputetëve lidhur me vizitën e Vučićit në Moskë, Kos ka shtuar se i kishte thënë atij në Beograd se 9 maj 1945 nuk është i njëjtë me 9 maj 2025 dhe se për të si komisioneri Evropian për zgjerim do të jetë shumë e vështirë të flasë në favor të Serbisë nëse ai shkon në Moskë. Koc ka theksuar se për Serbinë tani është më rëndësishme të përmbush premtimet lidhur me 3 ligjet për mediat, si dhe ato që kanë të bëjnë me zgjedhjen e Këshillit të ri të trupit rregullator për mediat elektronike dhe ndryshime e legjislacionit zgjedhor. Në këtë kontekst, ajo vlerësoi se legjislacioni zgjedhor ekzistues nuk është i mirë, gjë që nuk është vetëm mendimi i Komisionit Evropian, por edhe e Komisionit të Venecias, sa i përket Serbisë dhe fondeve nga plani i rritjes. Ne tani po vlerësojmë nëse duhet t'i alokojmë ato apo jo, ka thënë Kos, duke konstatuar se nuk është 100% e sigurt nëse Serbia po ndjek rrugën europiane. Ajo ka theksuar se kur bëhet fjalë për Serbinë, më në fund do të dëshironte të shohë vepra, jo vetëm të dëgjojë premtime.